me thonë këto, që Bedri Hamza ka nisë mirë edhe marë fushatën, edhe në një intervjistë e goditi fort në vend, dhe me thonë po shrijet, e para një që u tregu i gjoni hapër për gjithë, e dyta, a i goditi këto qeverin, kur tha unë e ku maru urën matë madhe, matë mirë, mbi lumin Iber për 200.000 euro, për çka qeveria ka pagu 2 milion euro. Po në krysi cili është po ashtu antare simpatizanti PDK-s, edhe në rastën e parë, në rastën e dytë, vetëm se çmimi tek ai që ka marrë urën, ka qenë 200.000 euro, këtu 2 milion euro. Kjo është një çështje në cilën ai ka godit shumë fort. Edhe, por, unë më mendoj që fushatën e tije po e animojnë shumë keq simpatizantët e tij. Qoftë brenda partisë, qoftë opinionistët që e urrejnë Albin Kurtin edhe dojnë fitoren e Bedri Hamzës. Po shkojnë në drejtim krejt kontra jo harmonik me këtë strategji cilën ai e ka ndërtu. Edhe po ja bojnë sikur që ja bënë në Arjan Tahirit, në Mitrovic. Faton Peci me fushatën e gabum, shkoja dha në dorë fitoren Arjanit, u qunë ta përkrasit e Arjanit, edhe ja morën Arjanit fitoren, ja dhanë prap, ja këthyn Faton Peci, me budallakit e tyre. Mendojnë që ka me ndodhë në këto zgjedhje? Jo, po du me thonë që në këto zgjedhje, unë po du me thonë ato që mendoj. Unë mendoj që qasja e Bedriut është e mirë, e meqme, e studiuar, por këta që po dojnë me animu Bedriut, për animojnë si që shtë e ka e plaka Bajram Recepit, por animoni... Kështu që... Thjesht, janë disa, për shembull, çka janë faktorë që flasin në favor, pse, kur po thamë që rritet për 2-3% vetëvendosja, përkundër atyne të metave, domethënë që janë u përmenden, është kjo qëndrimi Trumpit, për Kosovën, për pandyshmërinë e kufive, e tjera, që hedh poshtë akuzat opozitës se na prishim me Amerikën. Ky ligji për mbrojtjen e SBA-ve. Kjo u bë pikërisht për shkak të veprimeve të njëanshme edhe mosbindjes së Kurtit edhe Vučićit ndaj qëndrimeve Shteteve Bashkuara të Amerikës. Janë detyruar me bë ligj ata për mos më ndodhë diçka ose me rujt stabilitetin këtë vend. Pikërisht për shkak të veprimeve të dy. Okej. Adi mos të marrim këto merit, mos munam ja atribu atin. E merr si merit mentor, më duket profesor. Nuk është kjo. Na kemi si merit për punë, jo, s'është nuk e fola këto si lëvizja për vendosje thotë që një prej sukseseve të lëvizjes së vendosjes është liberalizimi i vizave, llogarete. Domethënë, hala ka njerëz në Kosovë që besojnë që për një liberalizimi i vizave ka ndodhur për lëvizjen e vendosjes. S'kam nevojë për avokatun të lash me folë. Po jo, po nxjerr, po bën paralele të paqëndrueshme. Pse paralele të paqëndrueshme? Nuk fola, nuk e ka ndryshuar Albin Kurti qëndrimin e Amerikës. Unë ke isha duke argumentu pikërisht të tonë që akuzën që ja kanë bo Albini që për na prish me Amerikën, në më thonë ka qenë e kotë, sepse me Amerikën nuk ka fuqi, as nuk mundet me prish as Albin Kurti, as kërkush. Amerika i prish marrëdhënien me Kosovë kur don ajo vetë, jo kur do Kosova. Ja, profetonin gjona, nuk mundesh ti me ngacmu. Dy palçe, kur është interesi përbashkët. Për marrëdhënie dy palçe, një shtet i lodh me 1,5 milion banor me superfuqinë më të madhe të botës. Po marrëdhëniet dy palçe janë letër, ato dihet se çfarë janë marrëdhëniet faktike. Shtet që të ka kriju, të ka bërë shtet. Jo shtet të ka bërë Amerika dhe Evropën, po ajo nuk pesundon. Për ty, profesor, reagimet e ambasadës amerikane në Kosovë janë veç kështu përmeqit një postim Facebook? Jo, nuk janë, shiko, reagimet e ambasadës amerikane, diplomacisë amerikane, kurzohen nga shumë faktorë tjerë. Kurzohen ata me reagimet e tyre i qesin hysyve Beogradit, i qesin hysyve Moskës, Pekinit, apo kujton që për një me Albin Kurti
e kish marrë veriun pa pas përkrohen e Amerikës e të Britanisë e vendeve të tjera. Nuk ka edhe kjo ta shpetu tek. Unë s'petham këto. Jo, po a Po, deklaratat, po unë po du me thonë që kjo akuza... Ti po krijon precedent që nesër një kryeministër i Kosovës, potencialisht kush mundet me qenë, me ardhe dhe me thonë unë po du mu rreshtu me Rusi, edhe ti po do me dalë edhe me thonë që Amerika as nuk merret me atë kryeministër se është i parëndësishëm. Po e hjek për Ti pe krijon që e hjek. Po s'mundesh me kriju këtë precedent apo? Po çu Me thonë është e parëndësishme. Ajo në momentin nëse Albin Kurti, veç pak, nëse të fol pa lidhje. Nëse Albin Kurti kish më rrezikuar interesat, vërtet interesat amerikane, këtu në Kosovë ish hjek moti. Ish hjek moti me rreziku interesat amerikane të vrasin në pikën e fundit. Kanë shumë hapa tjerë që mujnë me ndërmorë para se me ardhe të akt, pa ajo është akti fundit. Që të vret. Amerika është shtet. Kriminalet që Jo, vret kërkosh provë mos u bë marak për atë punë. Dhe i ka vrarë dhe president e vetë, Limo, ata që kanë rrezikuar interesat Kanë spekulime. e sonë. që ta Që spekulime. finalizojnë Po na ve provën shumë këtë rrafshi ka vrarë, i na du fol sikur na poroj. Kundër argumentin tonë. Dëgjoj. Vjen Amerika të Do vrarë. të mos harru kjo mirë, kjo punë nuk mundet me konë që ka slet me merit Albin Kurtit. O le të jetë merit kujt na do, po s'mund na më Nuk testu mundet debatin. Albin Kurti me prish marrëdhëniet me O Amerikën. ligji, Jo aj, as kërkush. Amerika i prish marrëdhëniet me Kosovën atëherë kur don Amerika vetë. po veç atë pse s'mundet ne. Pse e ka çat fuqi, ty me ta boni ligj atje që ti mos guzon me livrit. Po mirë, dhe E pse e boni çat ligj? po ligjin, Për çka ka bërë çat ligjin? e ka bërë ligjin se u kon interes kombëtari i saj. Jo, po interes kombëtar. Po edhe e ka përcaktuar cila është strategjia e tij për Ballkanin. Po e ka bërë pikërisht se ka mujt mos me bële hiç. S'ka qenë Nëse Kosova, shkon tem. politika, nëse ishin shku këta në mënyrë konstruktive, edhe me i bashkë vepru, me i koordinu, domethënë me bashkë koordinu veprimet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ata le s'kishin bërë hiç, se kishin nisë proceset. Po jo bre. Po ata e kanë po që Albin Kurti edhe Vučići janë të prodhu jo stabilitet vazhdueshëm. Deri e pronën situatën deri te një tension ose një konflikt i mundshëm prapë në Ballkan, me prish stabilitetin e Ballkanit. Domethënë, tash në mënyrë atë vetëdijshme atë pavetëdijshme s'di kontribojshin gjithmonë planeve ruse për Ballkanin. Të dytë. Edhe ai edhe ky për Vučićin s'po flasim, sa e ka ashtu e ka lidhjen me ta, po edhe ky në mënyrë indirekte kontriboi këtë çfarë drejtim. Edhe që kjo ka arsyeja pse u bë ligji. Ligji. Sjell si tema Albin Kurti. Tash bëhemi korrekt, na e kena pas. Korrigjimi po unë pedivis. Po jo, po nuk ka kjo, nuk ka në tavolinë. Po jo se s'ka në tavolinë sot. Veç një sekond, korrigjimi i kufive ka pas amin edhe pe disa vijave amerikane ka pas një vallë amini. Diskutojmë më thellë këtë pjesë, për shkak që kemi Jo, veç më thonë që